Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka kundërshtuar lirimin para kohe të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka, i cili është dënuar me disa vendime jo përfundimtare në kuadër të çështjes së njohur si afera e inceneratorëve. Në shkurt 2026, Gjykata e Apelit të Posaçëm la në fuqi vendimin e shkallës së parë për lirimin e tij, duke argumentuar se afatet maksimale të paraburgimit kishin përfunduar. Megjithatë, SPAK ka paraqitur rekurs më 10 prill 2026, duke kërkuar rikthimin e Kokës në paraburgim dhe duke kundërshtuar interpretimin e bërë nga gjykatat. Sipas procedurës, rekursi duhet i komunikohet të pandehurit, por në këtë rast, njoftimi nuk është realizuar përmes postës, pasi ai rezulton i larguar. Për këtë arsye, gjykata ka vendosur të përdorë shpalljen publike si formë njoftimi. Lefter Koka u arrestua në dhjetor 2021 për akuza si shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Ai është përballur me 3 procese të ndara gjyqësore, duke marrë dënime të ndryshme, të cilat ende nuk kanë marrë formë të prerë. Vendimi për lirimin e tij u bazua edhe në një interpretim të mëparshëm të gjykatës së lartë, mbi llogaritjen e afateve të paraburgimit, në rastet kur mbivendosen masa sigurimi dhe dënime. Megjithatë, ky interpretim mbetet i diskutueshëm dhe është pikërisht në thelb të përplasjes mes prokurorisë dhe gjykatave. Çështja mbetet e hapur dhe pritet që instancat më të larta gjyqësore të japin një vendim përfundimtar mbi fatin ligjor të ish-ministrit.